Zoti tregoi se munafikët nuk heqin dorë nga miqësia me jehudit, për treguar edhe punën atyre që ndrojnë fen, urdhëron e thot: Ja eyyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. O ju që keni besuar, nëse ndonjëri prej jush ndron fen e vet, mos u hidhëroni se së shpejti Zoti do të sjellë në vend të atyre që ndrojnë fen një komb që ai i do dhe që ata e duan atë, ata janë të porulur ndaj besimtarve dhe të rrept ndaj mohuesve. Luftojnë në rrugën e Zotit dhe nuk tërhiqen prej kritikës së ndonjë kritikuesi. Ja, kjo veti është një mirësi e Zotit, të cilën ai ja jep kujt të dojë, sepse Zoti e ka mirësinë të gjerë dhe është plotësisht i ditur. Shpjegime. Fahri Raziu thot se ky ajet meqense ka njoftuar një ngjarje që ende nuk ishte ndodhur, por që ndodhi më pastaj numërohet si mrekulli e pejgamberit. Derisa ishte pejgamberi në këtë jetë kishin ndruar fen 3 kabile, Beni Mudligjët, Beni Hanifët dhe Beni Esedët. Pasi ndroi jetë pejgamberi këto kabile që ndruan fen, i nënshtroi i madhi Ebu Bekër, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Beni Mudligjët kishin si kryetar Esuedi, Aunsiun, i cili ishte një falltor që mëtonte se ishte profet dhe bëri për vete disa vende të asaj krahine, të cilët përzunën punësit që kishte emëruar pejgamberi atje. Për këtë ngjarje pejgamberi shkroi letra prefektit të Yemenit, Muadh ibn Xhebelit dhe parisë së vendit që të luftonin kundër Esuedit. Por atë e vrau e shoqja një ditë para se të ndronte jetë pejgamberi, i cili u dha këtë lajm shokëve të vet dhe i gëzoi ata. Pas disa ditësh erdhi edhe lajmi prej andej ashtu siç e kishte njoftuar pejgamberi. Beni Hanifët kishin kryetar Musailemetul Kedhab, i cili mëtonte se ishte pejgamber, madje i shkroi edhe një letër pejgamberit, në të cilën i thot: gjysma e faqes së dheut është e imja dhe gjysma është e jotja. Pejgamberi u përgjigj: faqja e dheut është e Zotit, ai bën që atë ta trashëgojnë cilët të dëshiroj, ai nga robët e vet, por fundi i mirë është për ata që e kanë frikë Zotin. Kundër Musailemetul Kedhab, i madhi Ebu Bekër dërgoi një ushtri nën komandën e Khalid ibn Walidit, ai e shpartalloi atë dhe në luftë sipër u vra edhe Musailemja nga dora e Wahshiut. Beni Esedët kishin kryetar Taliha ibn Khuwailid, i cili gjithashtu kishte emëtuar se ishte pejgamber, por që ishte shpartalluar nga një ushtri e dërguar kundër tij prej pejgamberit nën komandën e Khalid ibn Walidit dhe ai kishte ikur për në Damask në Sham, më vonë u bë përsëri mysliman. Zoti i pasi ndaloi myslimanët që të bënin miq mohuesit për treguar se kush janë miqtë e tyre, urdhëron e thot: Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Miqtë tuaj që i shikojnë punët tuaja o besimtar janë vetëm këta: Zoti, pejgamberi i tij dhe ata besimtar që falin namazin e japin zekatin, duke qenë të porulur ndaj urdhrave të Zotit. Shpjegime. Fahri Raziu Hazini dhe Niametullah Efendiu kanë thënë se ky ajet ka zbritur për Imam Aliun. Një ditë, Aliu ishte duke falur namaz me pejgamberin kur aty ka ardhur një kalorës të kërkoj diçka. Mirë po aty nuk është gjendur kush t'i jepte diçka lypsit. Në atë çast ai ka thirrur me të madhe: O Zot, të jesh dëshmitar se unë lypa në xhamin e pejgamberit, por askush nuk më dha gjë. Atëherë Imam Aliu, duke qenë në ruku, i ka shtrirë dorën të varfrit dhe i ka bërë me shenjë që të marrë unazën prej gishtit të tij. Lypsi e ka marrë unazën dhe është gëzuar shumë. Për këtë ndodhi ka zbritur ajeti i cili do të thotë: nuk u përshtatet besimtarve të bëjnë miq mohuesit, sepse miku i tyre që i ndihmon ata gjithmonë është vetëm Zoti e pejgamberi i tij. Janë edhe besimtarët e vërtet që falin namazin e japin zekatin, duke qenë kurdoherë të bindur ndaj urdhrave të Zotit. Pra një besimtar, siç është mik i të gjithë besimtarëve, ashtu edhe të gjithë besimtarët janë miq të tij, një për të gjithë dhe të gjithë për një. Ebu Sud Efendiu thotë se sipas këtij ajeti nuk meritojnë të bëhen miq ata besimtarë që mjaftohen vetëm me një besim të thatë. Miqt duhen të jenë prej atyre besimtarëve që kryejnë faljen e namazit, japin zekatin dhe janë të porulur ndaj urdhrave të Zotit. Zoti tregoi se cilët meritojnë të bëhen miq, për treguar se ata që marrin mik Zotin, pejgamberin dhe besimtarët e vërtet dalin nga dënjimtar, urdhëron e thot: "Wa may yatawalla Allaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Kushdo që merr për mik Zotin, pejgamberin dhe ata që besojnë bëhen nga dhënjës, sepse grupi i Zotit është nga dhënjës. Kuptimi.
Kushdo që mbështetet në Zotin i ndihmon fesë së Zotit, merr mik pejgamberin duke ndjekur udhën e tij, u zgjat dorën edhe vëllezërve mysliman në çdo çast, ata janë nga dhënjës gjithmonë mbi armiqtë e vet, sepse me respektin që ata u bëjnë dispozitave të fesë së Zotit, bëhen grupi i Zotit dhe ai grup gjithmonë triumfon mbi armiqtë e vet. Fjala hizb do të thotë një grup njerëzish të mbledhur për një punë. Në ajetin e mësipër, njerëzit që e veçojnë dashurinë për Zotin, për pejgamberin dhe për besimtarët e vërtet, për nderim janë quajtur Hizbullah, grupi i Zotit, duke thënë se ata janë nga dhënjës. Pra, përderisa ata të jenë të bashkuar në hijen atij flamurit të shenjtë, kurrë nuk munden, por kurdoherë triumfojnë. Me këtë mënyrë i ka shtyrë Zoti ynë njerëzit që të bëhen prej grupit të Allahut dhe të mos shkelen nën këmbët e armikut. Ja eyyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa wal 'aiba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. O ju që keni besuar, mos i bëni miq ata që e kanë fen tuaj për tallje, e loj nga ata të cilëve u është dhënë libri para jush dhe mohuesit i dhujtarët. Kijeni frikë Zotin, nëse jeni besimtar të vërtet. Shpjegime. Fahri Raziu dhe Bejzaviu kanë thënë se ajeti ka këtë shkak që ka zbritur. Rufa ibn Zeid dhe Suaid ibn Harith, që janë bërë mysliman, por më vonë u bën munafik, këmbgulnin në mohim dhe talleshin me dispozitat fetare. Disa mysliman të vërtet vazhdonin të mbanin miqësi me ta, duke i pandehur si besimtar. Në ajetin e mëparshëm, Zoti kishte ndaluar myslimanët që të bënin miq jehudinët e të krishterët. Me këtë ajet Zoti e ka përgjithësuar atë ndalim duke përfshirë ehli kitabët dhe idhujtarët, duke e përfunduar me këto fjalë: kijeni frikë Zotin nëse jeni besimtar të vërtet. Zoti i ndaloi besimtarët që të bëjnë miq të ngushtë ata që e marrin fen islame për qësëndi dhe për loj fëmijësh, për treguar edhe se me ç'dispozitat të fesë tallen qafirët, urdhëron e thotë: O idha nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzwa wal 'aiba dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kur ju i thrisni njerëzit për të falur namaz, ata që u përmendën në ajetin e mësipër e marrin atë namazin ose thirrjen për të falur namaz si tallje dhe si lojë fëmijësh. Ata e bëjnë këtë sepse janë njerëz që nuk mendojnë. Shpjegime. Kur thëritej ezani, munafikët dhe qafirët e tjerë talleshin me të dhe faljen e namazit e quanin punë të padobishme, e bënin këtë që t'i ftohnin besimtarët nga ajo punë e bukur. Thuhet se kur qafirët e dëgjuan ezanin për herë të parë, disa prej tyre shkuan e i thanë pejgamberit: ti ke shpikur ezanin, ke shpikur diçka që nuk shihet te profetët e mëparshëm, sikur ezani të ishte punë e pëlqyer, do ta kishin bërë edhe pejgamberët e kaluar. Ku e gjetet i këtë punë të keqe? Mbi thënjet e atyre ka zbritur ajeti i për përkthyer. Thuhet se një i krishter në Medinë, kur ka dëgjuar muezinin të thotë Eshhedu enne Muhammeden Rasulullah, ka bërtitur u djegt Renacaku. Atë natë shërbëtori të krishterit, duke bërë punë në zjarr, i ka dhënë flakën shtëpis dhe i krishteri është djegur brenda bashkë me familjen e vet. Ezani është vendosur në ditët e para të hijxheretit. Pejgamberi ka mbledhur shokët për të biseduar se qysh do t'i lajmëronin myslimanët për kohën e faljes së namazit. Secili ka shfaqur mendimin e vet. Dikush ka thënë të caktohen njerëz që të shkojnë në shtëpitë e myslimanëve dhe t'i thrasin ata në kohën e faljes. Dikush ka thënë të ngrihet një flamur në xhami për çdo kohë të faljes së namazit. Disa kanë propozuar të rrihet një këmban. Pejgamberi nuk është kënaqur me këto mendime. Më në fund, sipas një propozimi që bëri Madhi Omer, është pranuar këndimi i ezanit dhe për atë punë është caktuar Bilal Habeshiu, pra ezani është sunnet.